Evropi është një nga ato muaj që shumë vit zgjedhin për të udhëtuar për arsye nga më të ndryshme, sepse ka shumë opsione destinacionesh edhe për shkak të kostove të ulta, por një nga arsyet më kryesore është edhe Shën Valentini. Shumë çifte zgjedhin që të udhëtojnë për të festuar për dashurinë e tyre. Ne sot do të flasim pikërisht për këtë temë, cilat janë destinacionet e preferuara për të udhëtuar për Shën Valentinin dhe si mund të bëjmë zgjedhjen e duhur. E kush më mirë se Elvina Mellari të na japi përgjigjet për të gjitha pyetjet për destinacionet që ne duhet të vizitojmë në këtë periudhë dhe trendet e këtij sezoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe kënaqësi që jemi sot së bashku. Gjithashtu dhe jemi. Cilat janë disa nga destinacionet e preferuara për të udhëtuar në këtë periudhë të vitit? Destinacionet më të preferuara ose trendi i kësaj periudhe është Bernina Express. Patjetër që është një ndër destinacionet më të kërkuara si hyrje goxha e vrullshme në këtë periudhë. Ka nisur që në vjeshtën e 2025-s edhe po vazhdon çdo ditë edhe me më shumë bujë. Patjetër që në këtë periudhë është shumë mirë që të udhëtosh edhe për xhepin, çmimet janë goxha më ekonomike, përpos faktit që është edhe Shën Valentini që kanë pjesën e promote kodeve, pjesën e uleve, gjithsesi sezonet e tilla deri në fillim të pranverës më dhe gjithmonë perfekta. Sa kohë përpara është rëndësishme që të rezervojmë Bernina Express, në mënyrë që të kemi edhe ato çmimet ekonomike? Unë sugjeroj në bazë të eksperiencës edhe përgjithsisht të përgatitjeve që ka gjithë secili nga klientët, do të ishte ideale 3 javë përpara. 3 deri në 4 javë përpara. Është gjithmonë opsion shumë i mirë, sepse kështu edhe merren masat qoftë personale për të krijuar atë idenë se çfarë do të bësh dhe ato videot që nuk mund të mungojnë në Bernina. Po edhe për të kapur një çmim më të mirë, gjithmonë rezervimet në avans të japin facilitete, edhe për mënyrën e organizimit, po edhe për pjesën e pagesës. Përmendë pak më parë pjesën e Shën Valentinit. Dhe ne jemi në, le të themi, në këtë periudhën ku dashuria po mbizotëron dhe çiftet po rezervojnë, dhe ka disa prej tyre që kanë rezervuar me kohë dhe thjesht po bëjnë gati valizhet për të nisur për udhëtimet e tyre. A duhet sugjeroni Berninën për Shën Valentin? Trendi i Shën Valentinit ka qenë, le të themi, jo bazik, por ka qenë shumë i dëgjuar në kryefjalë Parisin. Parisi ka qenë çdo vit kryefjala e udhëtimeve të Shën Valentinit, udhëtimeve të çifte dhe jashtë kësaj periudhe, por këtë vit Bernina është zgjedhja e parë. Është shumë bukur të dashurohesh me arkitekturën, me luksin që t'i jep Parisi, me shëtitjet në lumë, me gjithçka që të jep. Satisfaksioni që të jep Bernina si udhëtim i konsideruar zemra e Alpeve, sepse shkon nga Tirana në Saint Moritz me Zvicrës, është tjetër ndjesi. Mund të të pëlqejë çdo destinacion, por nëse shkon një herë në Saint Moritz, përpos çdo turi që është pranveror, veror, në vjesht apo dhe në dimër, është e sigurt që do t'i kthesh servis. Është destinacion që të josh. Duke nisur nga biti që kemi parë në rrjetet sociale, shumë individ thonë që Saint Moritz është një shtrenjtë dhe quhet si ndryshe vendi i miliarderëve, ku ato zgjedhin të kalojnë pushime dimërore. Dhe një pjesë e mirë njerëzve heqin fare nga lista e udhëtimeve të tyre, vetëm për këtë arsye, për shkak të shpenzimeve të mëdha ekonomike. A është e vërtetë që ka shumë shpenzime nëse zgjedh Saint Moritzin për të udhëtuar në këtë periudhë? Apo le të themi ka edhe vende të caktuara që ti mund të udhëtosh low cost? Do ta konsideroja 50-50 si informacion. Patjetër që në çfarëdo lloj destinacioni që do të shkosh, ka pika turistike apo restorante apo atë çfarë neve kërkojmë, që ofron atë luksin e shumë përfolur, po që nuk mungojnë patjetër as restorantet më të vogla me ushqim tipik vendas. Unë mendoj që jo vetëm për Berninën, pra për Saint Moritzin, ndjes, jo vetëm për Saint Moritzin, por për çfarëdo lloj destinacioni, ne jemi ata që vendosim se si e dëshirojmë këtë udhëtim. Çdo destinacion ofron mundësitë e veta. Për pjesën e luksit pastaj është goxha luksoz, është konsideruar një Monaco e vogël e Zvicrës me makina luksoze, me restorante me vije Michelin. Është, le të themi, një opsion që mund të
përkëdheli dëshira. Cilat janë disa nga destinacionet që do ju sugjeroja të gjithë çifteve të cilat zgjeten për të udhëtuar për Shën Valentin? Çiftet që dëshirojnë rrugëtica të vogla, drita, eksplorim të qytetit, patjetër që për mua do të ishte Parisi, Roma, kryefjalë. Gjithmonë janë qytete që qoftë për 2 ditë apo 3 ditë qëndrimi të ofrojnë një jashtëzakonisht shumë dhe kështu krijon momente goxha të bukura dhe tërheqëse. Për çiftet që janë pak më, nuk mund t'i quaj bazik, po që kërkojnë pak më shumë komoditet, do të sugjeroja Toskanën, patjetër edhe Barcelonën. Kurse për çiftet që dëshirojnë të jenë me ato ditët pushim jashtë çdo gjëje, duke hequr transfertat, shëtitjet e mëdha, do të sugjeroja patjetër shërbimet all inclusive në destinacione jashtë Europe. Maldives është një opsion goxha i mirë, Dubai po ashtu është një opsion goxha i kërkuar, që akomodohen në një zonë të caktuar me një shërbim all inclusive dhe shijojnë qetësinë e tyre. Nëse flasim për udhëtimet jashtë Europe, cilat janë kostot e tyre? Pra flasim për oferta specifike që ofrohen, apo zakonisht çiftet zgjedhin që t'i bëjnë të gjitha rezervimet vetë dhe ta marrin përsipër vetë riskun le të themi? Jo, në fakt është ende eksperimentale faza e t'i bërit vetë, pra të mos të orientohen nëpërmjet një agjencie. Një shumicë e konsiderueshme preferon udhëtimet me guidë, sepse u duket shumë më komode, më e përshtatshme, e di që ka një person lider dhe do t'i ndjeki deri në fund. Patjetër që dhe një pjesë dëshiron të bëjë eksplorimin vetë. Nuk mund të ndaj se kush është më shumë, kush është më pak, sepse varet nga periudha. Në këtë periudhë kërkojnë udhëtimet me guidë. Janë të prirur drejt udhëtimeve me guidë për eksplorimin e Europës, pastaj për ishujt larg Europe, Dubai, Maldivesin, normalisht që janë udhëtime individuale, por me ndihmën tonë arrin të realizojnë ato çfarë duan, një ekskursion, një pikë turistike, një muze, të gjitha i prekin. Dhe nëse qëndrojmë pak te pjesa e kostove në momentin që ne dalim jashtë Europës. Për një rezervim paraprak ka kosto jashtëzakonisht më të ulët. Flasim për 500 euro në çift, minimalisht 3 ditë. 2 net është një kosto besoj e përballueshme për një pushim jashtë rutine. Patjetër ato që bëjnë oferta last minute është pak më e vështirë me këtë buxhet, ka një buxhet, duhet më saktë të ketë një buxhet më të lartë, diçka tek 700-900 euro për të dy. Është edhe në varësi të destinacionit, po kjo është një mesatare. Unë sugjeroja patjetër gjithmonë avans. A është Shqipëria zgjedhja e shqiptarëve për të udhëtuar për Shën Valentin, apo preferojnë që të largohen jashtë Shqipërisë? Deri përpara pak kohësh ka qenë goxha e preferuar pjesa e udhëtimeve të shkurtra brenda Shqipërisë. Normalisht për shkak të shumë opsioneve që tashmë janë shtuar për të parë dhe eksploruar destinacionet jashtë saj, pretendojnë dhe preferojnë që të shëtisin për ato 2-3 ditë për Shën Valentin ose qoftë edhe për ditë të tjera, ti kalojnë jashtë. Por kjo nuk e bën Shqipërinë më pasi është goxha e preferuar edhe goxha e kërkuar nga turistët e huaj. Përpara pak kohësh ka qenë për një periudhë ose vetëm për sezonin e verës, ose duke filluar nga prilli deri në tetor, tashmë Shqipëria vizitohet nga turistë të huaj pafund nga janari deri në dhjetor. Cilat janë disa nga destinacionet shqiptare për të udhëtuar këtë Shën Valentin? Çfarë do sugjeronit? Për destinacionet më të preferuara në Shqipëri, vendin e parë akoma e mban Korça, është një pikë turistike që besoj se do t'i rezistoj kohës akoma. Ka goxha preferenca për shkak se ju mund të akomodoheni në Korçë, po patjetër të vizitoni Dardhën, Voskopojën, dhe ka aktivitete, ambiente të veçanta të dedikuara sidomos për këtë fest, që është goxha e preferuar, ka arsye. Këtë vit është vënë re gjithashtu një preferencë të madhe Boga në Shkodër, si dhe Razma. Normalisht këto janë bërë udhëtime një ditore që shikon ambientin më shumë për natyrën, por për shkak të investimeve që janë bërë së fundmi, ka bujtina që ofrojnë mëngjesin, ofrojnë aktivitete, tashmë nuk është më
një udhëtim bazik vajtjardhje brenda ditës vetëm për natyrë. Tani ka shumë aktivitete që të ofron gjithë secili. Zakonisht, sa para zgjedhin të shpenzojnë shqiptarët për udhëtimet e Shën Valentinit? Për pjesën e konsumit në zyrë, pra për asaj çfarë kanë vendosur të shpenzojnë në zyrë, për kërkesat e tyre, mundohen të jenë minimalisht, po patjetër me review shumë të mira për hotelet, për shërbimin. Një mesatare shkon tek 5-600 euro për çift. Në periudhën e Shën Valentinit, zakonisht janë çiftet që vendosin të udhëtojnë, por jam shumë kurioze të di, a ka çifte të moshave të treta që zgjedhin të udhëtojnë në këtë periudhë, apo janë vetëm çiftet e reja ato që vendosin të kushtojnë rëndësi le të themi kësaj feste? Zgjedhin. Ata janë arsyeja pse ndoshta neve vazhdojmë akoma kaq fuqishëm. Zgjedhin dhe është një kënaqësi shumë e madhe të shoqërosh, të shikosh se si me syve të tyre ka akoma shumë dashuri. Të krijojnë një farë emocioni që për mua personalisht është e papërshkrueshme. është vërtet shumë ndjesi e mirë. Ka destinacione të largëta, ka destinacione të afërta, mundohen shumë që t'i përshtaten kohës dhe sipas mendimit tim në 90% të rasteve ja dalin. I përshtaten goxha mirë destinacionit, kohës, ata që preferojnë të udhëtojnë realisht e shijojnë shumë. Folëm për destinacione të ndryshme turistike për sa i përket periudhës së Shën Valentinit. Përmendëm kështu Parisin, përmendëm trendet e këtij viti, folëm edhe për destinacionet jashtë Europe. Një ndër gjërat që nuk përmendët ishte Verona, qyteti i dashurisë, siç njihet ndryshe për shkak të Romeos dhe Julietës. Çfarë mund të themi për këtë qytet? Verona e ka patur lartësinë e vet, besoj, sipas trendeve që po ndjekim, para 5 vjetësh. Tashmë nuk është një ndër pikat kryesore që kërkohet, vlerësohet për atë çfarë ka, se nuk është një qytet do si do në Itali. Është një qytet që ka vlera. Po ndoshta për shkak të hyrjes së shumë destinacioneve të reja, ndoshta të trendit të influencerave, ndikojnë shumë faktor, por le të themi që nuk është më pjesë e udhëtimeve të preferuara, e destinacioneve të preferuara, apo të ketë një kërkesë që ta cilësoj si një destinacion të preferuar. Deri më tani folëm për udhëtimet e Shën Valentinit, për të gjitha çiftet që kanë zgjedhur të udhëtojnë në këtë periudhë, për beqarët, cilat janë disa nga destinacionet që ju do sugjeroni që beqarët të udhëtojnë në këtë periudhë të vitit. Apo bëhet pak e vështirë në këtë periudhë? Jo, të gjithë ata që janë beqarë vizitojnë edhe udhëtimet edhe destinacionet e çifteve edhe destinacionet të tjera. Shiko, të udhëtosh është t'i japësh vetes mundësinë të eksplorosh, të mësosh nga kultura, të krijosh kujtime. Është vetëm një gjë që ti shpenzon para dhe merr materiale për gjithë jetën. Kështu që statusi je beqar në një marrëdhënie, i martuar, familjar, për udhëtimet nuk ekziston. Mjafton të kesh dëshirën, një mënyrë të mirë organizimi dhe nuk ka destinacion që të dalë. Çfarë do ju këshilloj të gjithë shikuesve tanë në këtë momente, të cilët po na ndjekin, mbas se akoma nuk e kanë zgjedhur atë destinacionin e tyre për Shën Valentin, mbas se kanë filluar disa prej tyre edhe pse e kanë zgjedhur destinacionin të bëjnë gati çanta, çfarë duhet të dinë para se të nisën për udhëtimin e Shën Valentinit? Si fillim, rëndësi ka të dashuroni dhe të doni shumë partnerët tuaj, me një ndoshta jo një ide të qartë në mendje, po mjafton të drejtoheni një personi të duhur dhe është e sigurt që do të bëhen kujtime të paharrueshme. Çdo lloj destinacioni ka veçantinë e vet, mjafton të na tregosh se çfarë dëshiron dhe çdo dëshirë neve bëjmë maksimumin për ta realizuar. E qartë, unë falenderoj shumë që ishe sot me ne. Falenderoj shumë edhe unë. Ishte kënaqësi.